Gruaja që vdes gjatë lindjes a është shahid? A është vërtet se edhe pa namaz nuk është. Domethënë, themi hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, gruaja që vdes gjatë lindjes në parim është shahid. Pastaj kjo meselja edhe nëse vdes pa namaz, a është shahid apo jo, na themi lënia e namazit ose mos falja e namazit si gjykim është kufër, por ne nuk i gjykojmë njerëzit, individët me thonë ky qafir, ky qafir. Ato janë Allahu xhalla shanu. Ai le të gjykon. Jemi të kujdesshëm sepse në shariat i vetmi që i gjykon është Allahu xhalla shanu njerëzit, pastaj kadiju i vendosur zyrtarisht nga institucioni zyrtar për të gjykuar njerëzit edhe për të marrë vendimet në bazë të veprave të njerëzve. Na nuk jemi gjykatës, as nuk jemi policë, as nuk jemi me vendos këtë gjë. Na themi ky veprim për njerëzit që plotësojnë kushtet edhe si kryjnë namazin, themi ky veprim është kufër, por nuk i gjykojmë njerëzit. Me bë me gisht. Kata dhe me marrë na vendime se nuk jemi të thirrur për këtë. Kjo që parimisht themi edhe inshallah taala se nuk ka fal namaz, po shpresojmë te Allahu xhela shanu me çan shahide gjatë, nëse ka vdek gjatë lindjes. Ti letojmë, mos ti komplikojmë sanët pa nevojë. Kjo është këshilla ime, keni kujdes, mos i paragjykoni njerëzit, bëni dua për ta, Allahu le të falë, le të mëshiroj me xhenetet e tij, Zoti është